njëftemi të dashur, si që thash më herët, me zbashku me Edonisin këtu në studio është Violeta. Mirë mëngjes Viki. Mirë mëngjes. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Viki Hoxha me neve që më ka pru dhurat. Para më ndaj. Po për ditëlindje. Më ka pru dhurat për ditëlindje. Më ka zgot kjo ditëlindje Rafaelo, faleminderit shumë. Tash dhurata shkon në dhuratën du me jap një krem durve Viki. Faleminderit shumë. Domethënë është një krem i durve që gjendet në Hoffman, po du me ta dhuru ty sepse ka një erë fantastik. Apo? Ka një erë shumë të mirë. Faleminderit shumë Viki për që pranove më ardh me mu në emisionin ton ama mirë këtu atje. Faleminderit që më keni ftu. Me dhe erdha me kënaqësi. Na kemi qëtu krejt transparente studion, domethënë njerëz të kalojnë këtu na çojnë dorën, folin, ne kush ka hapësirë, nëse do me ardh me bëj protest vetëm me ndaj çdo 2 orë, që të mundet më ndaj. Çka të muj minimojmë. Domethënë qëllimi i emisionit tonë është mu çu bashkë në mëngjes me pinë ai kafe, ai çaj me pozitivitet, nuk ka që kina me çunaj, me nis në një raketën e tij. Domethënë Vikin e njohim miqtë të dashur të gjithë si profesoresh, arsimtare, artiste lirë, freelancer e këtë tjera. Prej ma shumë se 3 dekadave në arsim, do të thotë mbi, mos t'japim numrat saktar, po ma shumë se 3 dekada, që ju kam bajt Viki gjithmonë të lidhe me pikturën edhe me mesimdhënien. Po, prej vitit 1990, unë e punoj në shkollë teknike. Do më thonë nuk e kam ndru asnjëherë. Kjo tregon që pasioni për mësusni ose për profesoresh ose për më kanë lidhë nxënësat. Nxënësat. Mas shumëti. Ata i adhuroj. Si ata mu, po edhe unë jam shumë e përkushtume. Shumë e përkushtume. Si ligjeruese e artit figurativ, dizajnit edhe rroba shepsis, në njëjtën kohë do të thotë në shkollën e mesme të ullët të shkollën e lartë teknike. Shkolla e mesme e lartë. Mesme e lartë. Shkolla se këto SHMLT to ka herë ja huçi. SHMLT është shkollë teknike profesionale. Profesionale, cila vepron edhe unë personalisht kam shumë simpati për atë shkollë. Domethënë nëse edhe një herë kisha mori kthy si maturant, jo maturant, shpybjen si në shkollë mesme, në klasë të 10, kisha me ardhë më regjistru pa asnjë hezitim në shkollën e jurit, sepse kam një tepër fjalë të mira. Edhe nuk duhet me hezitu, se është shkollë profesionale, edhe drejt e kryen shkollën e mesme, edhe me njëherë del teknik i që aty në drejtimeve. E me dash me vazhdu e kitë gatshme. E kitë tregun e punës, na i përgatisim për treg të punës. Sidomos unë të nxënësat punoj edhe teknika ma shumë se që kom në plan program. Do të thot i përgatis shumë edhe jënë falenderus pa mas tash, se kanë dyqanet të në kanë faqe këtu në Instagram online ose faqe tjera që punojnë, vizatojnë pjata, gota, piktura. Pikrisht. Qyshe, sa sheni talentun brezin e ri, Viki, edhe shka ju mungon ma shumë për mu zhvillu ata? Kemi pas talenta, vin talenta, mirë po talenti, ata thojnë talenti lind, mirë po pa pun, nuk ka talenta. Shuhet, pa pun shuhet talenti. Ti mundesh me pas 20%, mundesh me ka një talentum, po 80% duhet punë. Edhe aty na, si profesora, si pedagoga, pash po flas për veten. Normalisht. Unë i shoh ata që janë talentum edhe mundona me punu normal edhe me këta tjertë, mirë po fokusi është shumë atë për të ata. Me ju instalu procesin. Se cilin e shoh në cilën fazë vjen edhe në klasën e 12 ku përfundon. Tash i kemi pas disa raste, për shembull, se vinte na raste të ndryshme në shkollë, edhe një nxënës s'po tregoj kush normal. Çka është, pa të ardhë i pa përgatitur, edhe në fund të klasës 12, aq shumë që edhe ai vetë sa
ose ajo, sa ka marrë? Po, në shkollë, sidomos në landën e vizatimit edhe pikturës, në fund të më thashtë në tara me të përqaf njëherë, se pisho vetën që jëm të fluturu, do më thonë aq shumë që ka marrë prej asaj lande edhe prej shkollës normal, edhe prej landëve tjera, kuptohet. Po. Tash dhe me dalë tek një tjetër pjesë. Po. Prapë mesim të shkolla, të edukimi, të mësimdhënia, por Atelja Viki, një hapësirë e veçantë artistike që është e vjetër. Po. Definitivisht e veçantë artistike, e bukur, e ka një lloj kimie kur kalon andaj, domethënë të ngredi shka, është e ka një pozitivitet të veçantë vetin. Po. E qysh lindi ideja për mi hap pikërisht aty edhe çfarë mesazhi dëshiron Viki me ju jap vizitorëve të asaj pjese. Po. Prej që kom qenë shumë e lidhnë me shkollë, edhe sa herë kom shku në shkollë, kur probleme që kom pas, se cili kemi probleme në shpe, në jetë, si kom hi në shkollë, ato i kom haru. Jo në leminu, tire. Gjoja se s'kom pas, asë një problem. Edhe kom menu që unë të nkondu na mu fokusu edhe me ju përkushtu veç në nxënësve. Vjen një moment para 3 vjete, shkoj unë të tezja në Prishtinë, nusja e djalit tezës, Vlora Tuzi, nushi, që e përshëndes shumë. E kemi pas të Vlora, në përshëndesim shumë. Po, edhe aja më thot Viki pse nuk e hapti një dyqan për piktura, thashu. Unë me hap dyqan, s'muj, se jam e përkushtume, nuk muj. Se tha ti, kush ka marrë me ti pa piktura ty në shpe, edhe hajde diqysh ma mushi menën, edhe që 3 vjetë e kom atelen, edhe me të vërtet jam shumë falenderuse. Mas pari Vlorës, që më ka kfill, pra edhe punës mandej se kushdo që t'hynë në atelier ishe që janë punë të veçanta. Unë pi që isho të në kohën, nuk më duken qash... Normalisht, për juve, për ty janë ato në krimet të cilat janë... Këtë si fëmimi pas. Po pra, edhe kur të më shiten, diqysh, qëtapi dana, adin, diqysh... Ma breme... Qëta. Qëtapi do mi bleja, po, pa ma shet ti mu. Po, ma shet ma shtrajt. Edhe, diqysh jam shumë, adin, lidhna, se në se cilën piktur ka emocion, e jap atë vetën. Nuk e bëj veç kështu hajtë si shablon. Jo, nuk e bëj. E ka një copë tonën. Po, nuk punoj shablon. Normalisht. Po, që aty më vinë ato ndjenjat. E shpesh Vikin pikturat e juja shfaqet figura e grus shqiptare, si sinonim, si gruja shqiptare. Po. Çka simbolizon ajo për juve, personalisht si artiste, edhe kur po du me ditë qëto dyja bashkë edhe kur thate shitja, bashkë më intereson, a mundet me jetu një artist prej shitjeve të punëve të veta? Mas pari për volim për simbolizimin e grus. Po, normal. Muz e kom grun. Edhe i kushtoj shumë rëndësi. Sa që shihet edhe në pikturat e mia, do me thonë i bëj ato figurat me qafën e gjatë, një përkushtim jashtëzakonisht të madh, ja jap do me thonë një lartësi, një fisnikri. E punoj me simbolika, me atë traditën tonë. E kujtoj nanën, e kujtoj motrat, e kujtoj hallat, teze, do më thonë të gjitha që përmbushen në një muzë që unë e adhuroj atë formën edhe identitetin ton, ja përkushtoj në ato figurat e mia. Do të thotë një përkujtim nga një... Edhe besoj që edhe ata që vinë, që ju bjen në sy, edhe ata kanë me gjithë, që aty nonën e vetë, halën, gjyshen... Unë isha, sidomos tash që janë pushimet, isha shqiptar që jetojnë jashtë, edhe kur të hinë në atelier, sidomos gratë, femnat, isha për lotën.
Do më thonë, dikush e sheh vetën, dikush e sheh nonën e vet, e kujton me ato veshje tradicionale, edhe a din diqysh më vjen keq kur të përloten se e nin atë mungesë nashta se ka nonën, s'di që shmi përshkru shumë ma shumë se kjo fjalë. Përshëndetje për Gjakobart, gjithashtu për ju Edi Kastor dhe Musafirën, Petret Vranishi prej Zvicrës. Faleminderit shumë Petret. Faleminderit. Më interesoj sa është të vështirë me jetu një artist prej artit në Kosovë. Në këtë rast artit figurativ. Po, këto piktura të na kanë fillu me u vlerësu edhe me u çmu, se nashta edhe kushtet përpara nuk kanë qenë, aq sa me pas një luks mi ble një piktur për shtëpi edhe mi knaq syt, siç e knaq barkun. Po, është e knaq momentin. Po pra, edhe ti thellohesh, sidomos në këto pikturat e mia, që janë detalizume edhe me simbolika, ti thellohesh aty edhe hup. Si mbas fjalëve të që më vinë aty në atele, sa ma mërmenja mu, tash janë vedisu njerës, edhe nuk qojnë mo bomboniera, po blejnë piktura për dhurat, edhe mu po më vjen shumë mirë, jo që bi blejnë të une, po më vjen shumë mirë që piktura ka vlerë. Edhe ata që i blejnë për shembull jashtë, unë duna mi u vendos edhe një certifikat për mos minal, do më thonë është një mall me vlerë. Pikrisht, edhe me vlerë e cila rritet. Po, sidomos këto që janë origjinale, autentike tona shqiptare. Definitivisht. Në një kohë Viki ku teknologjia na ka kaplu çdo gjë, dinamika, inteligjenca artificiale, e cila po hyn edhe në art. Inteligjenca artificiale ka filluar me hyrje edhe në art. Po. A mendon që është në ndihmë për artistët apo është rrezik për artistët? Rrezik jo, se kanë mundësi që ata që janë fillestar mujnë me marrë ide. Mirë po, në këtë formë, kretë mundet më konë, veç një piktur me ndjenja nuk mundet me qenë. Mundet me pas shpirt? Jo, absolut. Pikrisht, nuk mundet me zavendësu inteligjenca artificiale. Unë nuk kam frikë as pak. Kërkon nuk mundesh mi përlot me që ato piktura që... Domethënë është një ndihmë edhe për artin. Unë e po them, është një ndihmë. Po sepse informacionin prej kujdo që e merr, prapë është informacion. Informacion se ai merr prej krejt enciklopedive. Po, edhe të jep të gatshme. Po pra, ty të jep të gatshme. Ti ide, ti e përpunon, mirë po atë frymën, emocionin, ndjenjën nuk mundet me ta dhënë. Ato e bën vesh si unë që them kur të punoj, unë edhe këtë piktor tjerë besoj që punojnë me ndjenja, dalin në dimenzion tjetër. Mu më thirën hajde me hongër me pi, unë asin nibile. Absolut. As orën nuk e qyret. As orën, jo, do më thonë, ti thellohesh edhe që ajo është kur ti e jep kretat prej vetës tone edhe e paraqet në piktur. Tu të ngu të folë edhe tu e pa që e ki tamon spirituale këtë punë dhe shpirtit. Bashkë më intereson me ditë cila është piktura jote ma e dashun edhe historia që fshihet pas asaj pikture pikrisht. Nash si historinë që do më s'na kallëzo, po cila piktura. Tash ti e të më vetë cilën fëmijë e donë, unë i kom 3 fëmijë. Cilën e donë, a hanën, a flokën, a bardhën. Edhe këto janë njëjtë. Po, shka është e rëndësishme pikturat mas luftës. Këto janë kretë më ndryshe se ato të para luftës. 88 që ne kom diplomu në Akademi të Arteve në Prishtinë, edhe normal si fillestar, si piktore e re, kom punu piktura dishka më ndryshe. Mirë po këto të mas luftës janë krejt më ndryshe. Do më thonë, këto kanë emocion edhe kanë atë... E kanë historinë e vetë. E kanë historinë e kalume, se unë e kom pas një histori shumë specifike gjatë luftës,
edhe para luftës, po gjatë luftës me bo film, me bo është adin edhe se beson që është që e ngjarje vërtet. Është shumë interesante. Sepse ka ndodhur gjëra që me bo mi nis me tregu deri nesër duhet. Ani po duka me qyrsi. Është shumë interesant. Po, në paraqitën regjisor. Kemi regjisor boll. Patjetër, po. Nëse kishe mujt Viki me pikturu vetëm një tablo. Po. E cila kish me ju përfaqësu juve si artiste dhe si njeri, çfarë do të kishte në të, edhe pse? Normal, gruaja, edhe qëto figurat tona tradicionale, identitetin ton, se të secili element që e vendosi une, se une jam fokusu në këto elementet të hasit. Hasi është rrethina e dini atë në Prizren. Edhe ata janë i vetmi rajon që ende e trashëgojnë këtë pjesë të shqiptarëve të lashtë, të vjetër. Edhe janë jashtëzakonisht mahnitse janë. Na jemi kthy në modernitet, mirë po këto nuk guxojmë haru. Për çfarë arsye unë i kombinoj këto tradicionalen me modernizëm. Edhe muj mi qujt që arti im është art konceptual. Do të thonë art konceptin e vet, po normal, nuk është rastisht atë. Po pra, si më thonë, mi pikturu një par këpuca, edhe gjithkush ka, jo gjithkush, po mundot me thonë dikush, një par këpuca i pas ka pikturu. Po shka paraqesin ato këpuca, ato duhet me hinë thelbën psikologji të aty në këpucave. Shka kanë përjetu, sa kanë hec, pse janë bo në atë gjendje, dhe me thonë, pse kanë ardhë në atë formë, ose a i ka vesh ato, sa breza i kanë vesh, e tjera. Njajtën edhe këto. Normal, një gru edhe kisha punu me qëto tradita. Mandej gjubleta, është 4.000 vjeqare vjetër. Se cila pjesë ka lidhje me yje, me diellin, me hënën, në të thotë të cilat janë identifikuse. Po, që ilirët kanë besu, në fibula, në gjitha qëto në zotra, hepra, për që të arsy edhe une Viki, kur e ki kuptu që arti është rruga jote? Shka mu i me thonë, është shumë interesant se tash i bjen kishe pi bankave shkollora, di gjithkush që thot, po e kom po që une jam dallu prej motrave, na jemi 4 motra, për fat keq që e madhja mu m'ka vdek, po ato kanë qenë kretë drejtim tjetër, une kretë dishka tjetër. Na dhe kur kemi shku në det për shembull, ato kretë kanë dalën në plazh, si normal kur shkoj njëri në det, unë kom najtë në dhomë dhe kom bo dishka. Po, andin tip kretë... Garant kanë akuzue pa socializune, ajde me neve. Po, diqysh, ato kretë kanë dalë me shetit, unë e kom bo vendin me flejt, atin edhe kretë, do më thonë kretë ma ndryshe. Do më thonë që shpiko... Si fëmi, kom marrë disa kutia, ju kom bo si veshe, i kom kep kretë me dorë. Teshat e mija kretë i kom kep në dorë, jo me shku për shembull me makinë, po jo, kretë me dorë, dhe isha mi po une qysh për jedhaja procedura. Edhe dikur kom vizatu në shkollë sidomos, çdo herë në fletore, mas fletoreve, çdo herë ka pas aty vizatime. Tu ndëgju profesoren, po ma ki edhe s'kom ndëgju në herë se jom thellu në vizatime. Edhe shumë interesant, kretë fletoret i kom pas mas të vizatume. Pra edhe mësimet kur na kanë spjegu profesorat, ka një ilustrim e kom pas në ato mësime. Do më thonë, është gjuhë shqipe për shembull, një vjersh, e kom ilustru aty. Qysh e ke pati? Qysh e kom menu, qysh e kom dëgju, është ilustru. Edhe qështu, po pas kohë. është fuqi e pas figurshme. Po, dizajnim ka pëlqy shumë, djemë të dojës i kom atje në Turqi, ata kanë pas një fabrik të ambalazhave, edhe më thanë shko kryet i pikturën, edhe si diploman
vjen atje edhe vazhdon për dizajn. Po ti nuk shkove. Unë si diplomova u martova. Qatë muj? Burri, ku më shku në Turqi? Rekto. Ja. Do më thonë që shë kuptova si pas bisedës që jemi të bo, në mes mësimdhënies dhe artit, po na del një farë problemi mi ndo, po na del artin ashta. Jo, të dyjat i kom. Të dyjat. Dyjat. Nuk ndohen. Dyjat. Une, më falë se të ndërpreva, se une edhe nxënësve, ju kom thonë, kur keni shumë detyra, se une ju jap detyra shumë, me qëllim, edhe kur nuk ju thome ki bo keq, as një punimi nuk ju thome ki bo keq, se s'du mi ju hup atë moralin, edhe nuk ka keq, sa jo është artë. Po, prapë është një punë. Po, se cili e ka stilin e vetë. Normal. Edhe nuk mu i mi thonë, se ka tash profesora, thot, keq e ki bo, dush miksi, nuk i thonë kur. Edhe u kom thonë, që atelen ku e keni, hajdeni përfundoni detyrat, hajdeni punoni. Keni ngjyra, ka pëlhura, edhe shumë shpeshën vinë. Bashkë ngjyra do shta më dollë, cila ngjyrë Viki përfaqëson mas mirë ti? Më përfaqëson e kuqja. E kuqja? E kuqja. E kom karon sy? Po, zakonisht e kuqja ndodh të fëmit. Të fëmit e vegjel. Kur ata kanë nej problem, që kanë nej... I shohin shumë shpesh prinde, sidomos gjatë luftës kanë po edhe shka kanë përjetu, edhe aty në mi u jap një vizatim, kanë vizatu me ngjyrë të kuqe pa e dit ata. Dojnë dishka mirë. Ajo vjen prej mbrëndësis. Nuk është ajo klishe, po vjen prej mbrëndësis. Edhe të une, dominon e kuqja me njëherë mas luftës. Se për para ka dominu e kafta, bezh, oker, qëto i ko madhuru. Edhe jo në veshën me ato ngjyra, po. Po mas se luft... Nese bezhin e paske majt, hala. Po se tash edhe në zed, vape madhe. Po, prape du, po, pat kuqe, nuk bën pas jo, kuqe. Nuk bën. Edhe të pikturat është një pjesë të secila, nëse nuk dominon, është e përzime me një ngjyrë tjetër. Pikërisht. Viki, komplimenti më i bukur që ki marrë për nej vepër. Dje e fundit një zonjë, një kalimtare, veç si ka piqarshis, veç e kom po, adin e poshtë dishka si me vrull, hini në atele edhe wow, si ka hi në atele, prape ka vazhdu që ato wow. A ke shqiptare? Po, shqiptare që jeton jashtë. Po. A ka një piktur, Viki, që e konsideron si frymëzim? Po, më pëlqejnë, për shembull, Gustav Klimti. Gustav Klimt që ka punu të Adele, ose gruaja në të artë. Ati nuk ja kanë pëlqy kur pikturat. Po si ja kanë pëlqy, masi që ka vdek, e tash ato... Nësku ka konë shqiptare, se na shqiptare të kena zakon masi desin me na lavdu. Jo, zakonisht të gjithë piktur, edhe të Van Goghu, aja s'ni piktur se ka shit gjatë jetës vetë. Po masi ka vdek, është popularizu edhe... është i lindun, është i prind, që lavdatat mos më t'i thonë, edhe lavdia mos më zgjatë. Po gjithmonë më mundu me ta shyt kryt. Është interesante edhe arti, ka mu ledzu arti jonë, ka mu ledzu mas 50 vjetë. Bashkë kjo për më intereson. Do më tonë e shenit artë me të arti figurativ në përgjësi në vendin tonë. Nuk e kupton, për shambull, pikturat e mija ledzohen shumë letë, se e sheti. Është një portret familjare, bëj grun, burin me fëmi, ose grun me vajzën, ose me djalin, ose... Ledzohen shumë letë. A kina e ondër, Viki, që halo se ki realizu? Saj përket edhe pikturës, edhe dizajnit, edhe... Ondër me ekspozu për shembull me ndaj vend jashtë, megjithse pikturat e mia kanë shkuar në krejt botën. Po s'm duket në Zeland 3. Na kemi dëgjuar edhe për Zelandës 3, kështu që na gjeni një galeri super të mirë se na të ardh. Në Zeland.
Viki, kam disa pyetje të shpejta që duhet mu përgjigj shpejt. Okej. Përfundon këto. Kafe apo çaj? Kafe. Panel a laps? Laps. 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 Peizazh a portret? Portret. Muze a galeri? S'muj mi ndo. Njënën duhet. Hajde muze. Muze. Ngjyrat ngrohta a të ftofta? Të ngrohta, normal. Të ngrohta. Punë qetësia me muzikë. Me muzikë. Pikturë klasike apo moderne? Moderne. Moderne. Mëngjes apo mbrëmje për të krijuar? Mëngjes. Mëngjes. Frymëzim a disiplinë? Frymëzim. Me një fjalë që përshkruan artin? Përjetim. Përjetim. Çfarë këshille Viki mendon me jap të rive që kanë talente në pikturë, po hezitojnë me një artin si profesion? Po shumë shpesh më vinë Po njerëz që thonë s'ka buk bre këtu, këtë pa lidhje. Po thojnë, po mo nuk e kom ni çet fjalë, shumë interesant, nuk e kom ni. Kupton keni parë ju artistat ta? Keni parë. Keni parë, po. Hezitojnë për ato që vizatojnë. Jo, mës ja tregoj, jo nuk du mi po, jo i prishin fletat edhe i thom, kur mos e prishni, i shkyjnë fletat. Pse e shkyjve se kon vizatu mirë? Kush po të thotë që po, kush, a po shune? Jo, po mos mi po ti. Unë duna mi po për me të thonë ty, a ki mirë, a se ki mirë. Në fakt, asni edhe njëherë, ma herë thash, asni punim nuk është i keq. Se cili e vizaton me atë mënyrën e vetë, se cili e ka stilin e vetë, edhe është a disa knaqësia kur e formon stilin tonë. Jonë 3 etapa në jetë, për shembull e para është studim, e dyta është analizim i atij studimi, edhe si eksperimentim, edhe e treta është tash për shembull unë që jetoj në këtë pasionin tam, në art. Viki, qarshia vjetër e Gjakovës e ka historinë e vetë pasur artizanale. Dim shumë mirë, dim këtë bota. Sa rëndësi ka që arti të rikthehet në këto hapësira tradicionale? Po, hapi jam ke i parë para 3 vjetë, edhe kom po që kanë qenë shumë të kënaqur se shumica janë lokale, kafe me një fjalë. Po. Edhe kisha... Po, këtë nja 3-4 më qenë. Po, është shumë mirë, është laramani edhe është shumë ma mirë. Dikush punon një stil, ai tjetri për shembull realizëm, unë punoj artin konceptual ose këtë ekspresionizëm. Po. Dikush punon realizëm edhe e orientoj për shembull që ku ki te ai tjetri ose te ai tjetri. Kisha pas dëshirë mu kthy ato dyqanet e vjetra që kanë qenë me artizanate. Në Alban, ata kovace, shka janë ato... Po veç edhe kafeterit e kanë atë... Jo, po normal, po ja kanë dhonë shumë, sidomos tash. Unë jo me Prizrenit, po qaq shumë për më pëlqen ku për ndërtojt Gjakova. Po, normalisht. Ki harru Prizrenin ta? Jo, nuk e harroj. Kur se harroj. Edhe gjithë, kur t'jam këto më thojnë, spihek atë... të folën e Prizrenit. Si të shkoj atje më thonë krejt si Gjakovare. Po dhe tash e me tash. Me rë. Jo nuk më me thonë me rë se dal nuk jam une ajo. Nuk je original. Nuk jam original. Viki, të falenderoj shumë që gjete ko mundësi dhe që keme neve. Na u knaqem të ndëgju informacionet e gjana të rëndësishme për artin në përgjithësi. Unë dhe publiku im normalisht besoj që kemi një gjana shumë të mira. Falenderoj shumë Viki. Faleminderit edhe për juve që më keni ftu, edhe i falenderoj, edhe i përshëndes edhe dëgjuesit, edhe shikuesit e juaj. Faleminderit. Shumë faleminderit.